E gjetëm vetëm në shtëpi. Na tha se bashkëshorti ishte në spital, njëri nga djemtë ndodhet në burg dhe i vogli në shkollë. Ndërsa djali i madh, 27 vjeç, i ishte larguar nga shtëpia drejt vendit fqinj Greqisë. Sot Xhemile Osmani, 54 vjeç, kërkon ndihmë. Është banore e Tiranës në zonën e kombinatit që prej 7 vitesh dhe është strehuar në shtëpinë që i ka bërë dhurat Kunati, por kjo shtëpi sot ndodhet në kushte të mjerueshme. Çatia pikon e gjitha dhe pamjet e tregojnë qartë edhe skamjen e kësaj familjeje. Unë kërkoj një ndihmë vetëm për djalin radhës parë një herë, të shifet e drejta, se është i dënu për vjedhje, për bukën e gojës, me babin smure me mec, edhe shifet edhe për drejtat, nuk mundem me i pagu 150, sa kanë fot ata në këtë shtëpi. Jam me përkraje sociale, me burin e smur, me mec e shurdh, situatën e pat, pa punë po. Xhemile kërkon mbështetje, gjithashtu kërkon edhe punë për veten, për të cilën thot se nuk mund të siguroj për shkak të moshës. Unë e bëj pjatalarse, e bëj pastruse, që tjetë, e bëj. Nuk e kam problem për pastruse, nuk është turp pastruj. A keni kërkuar punë? Kam kërkuar, po nuk e më kanë marrë. Pse nuk e kanë marrë? Po se më kanë marrë si i dunën e treja. Se më kanë marrë. Të ardhur që familja e saj ka, është ndihma ekonomike prej 5.000 lekësh në muaj, si dhe ndihmat që ju japin familjarët. Unë s'kam ku me flet tani. Groja viri i ka ble 1 metër kub dru, ja u argjun. Me zi me i qik grosh me harë bukë. Nëna e 4 fëmijëve bën apel për ndihmë dhe jo vetëm për të siguruar disa të ardhur, por edhe për të gjetur sipas saj drejtësi për të birin që ndodhet në qelit e burgut.